Si ta menaxhojmë alergjinë në pranverë. Sot do të numërojmë 3 këshilla për një problem mjaft të shpeshtë gjatë kësaj stine. Është fjala për rinitin alergjik sezonal, i cili zakonisht manifestohet me simptomat e teshtitjes, me simptomat e skuqjes së syve dhe kruarjes së tyre, pastaj me rrjedhje nazale apo me bllokim të hundëve, me çrast sekrecionet zakonisht janë më të ujshme dhe më të pastërta, mirë po ashtu edhe me një mungesë karakteristike të temperaturës, e cila zakonisht e dallon nga gjendje të tjera të ngjashme për rinitin alergjik sezonal, si dhe me një zgjatje më të tepërt të simptomave, por zakonisht me javë apo edhe me muaj me raste. E shkaktari kryesor i këtyre alergjive gjatë stinës së pranverës konsiderohet se është poleni, i cili lirohet, pra lëshohet nga bimë dhe drujnë të ndryshme gjatë kësaj stine, siç është për shembull druri i lisit, pastaj druri i lajthisë, si dhe barërat e livadheve. E do të përmendem 3 këshilla shumë thjeshta për një menaxhim më të mirë të kësaj gjendjeje. E para, shmange polenin. Shmangi dalet kur poleni është më i lartë. Sa i përket periudhës ditore, poleni e ka një përqendrim më të lartë në mëngjes. E po ashtu poleni ka një përqendrim më të lartë në ajër atëherë kur moti është më shumë me erë. Pra tentoni që t'i shmangni dalet në këto orare. Gjithashtu sa i përket shmangjes së polenit, pra si masë mbrojtëse, mbyllni dritaret e shtëpisë, si dhe mbyllni dritaret e makinës, e sidomos gjatë mëngjesit, e nëse ju bie që të udhtoni shpesh me makinë, atëherë shtypni butonin e riçarkullimit të ajrit, që varësisht nga modelet të ndryshme të makinës, e riçarkullon ajrin që vetë se gjendet brenda makinës, por nuk lejon futjen e tepërt të ajrit nga jashtë, e rrjedhimisht e uli dhe ekspozimin prandaj polenit. E dyta, higjiena alergjike. Ndërroj rrobat dhe bëj dush sa herë që futesh në shtëpi pra nga një ambient i jashtëm. Për arsye se poleni ka një tendencë që të ngjitet për rroba, por po ashtu ngjitet edhe për flok. Kështu që një larje menjëhershme dhe një pastrim menjëhershëm e ul nivelin e polenit që mund të shpërndahet brenda ambientit shtëpiak. Po ashtu gjatë pranverës pastroje më shpesh shtëpinë, duke fshirë kështu mobilje dhe dyshemet, si dhe preferohet përdorimi një fshese me një filtr HEPA, e cila i kap më mirë pra grimcat e polenit. E treta, terapia kundër alergjisë. Fillimisht këtu duhet përmendet hudra dhe qepa si antiinflamator, por edhe antihistaminik natyral, të cilët e përmirësojnë dukshëm simptomatologjinë, pra tento që t'i përdorësh sa më shpesh e sidomos gjatë pranverës, duke i përfshirë në ushqime të ndryshme siç janë sallatat. Po ashtu përdoret apo vlen të përdoret edhe çaji i gjelbër si dhe çaji i kamomilit, të cilët sidomos ky i kamomilit vrehet që e përmirëson simptomatologjinë e skuqjes dhe kruarjes së syve. Mirë po nëse simptomat e alergjisë persistojnë, atëherë rekomandohet edhe përdorimi i agjenteve medikamentoz antihistaminik, siç është për shembull loratadina dhe cetirizina, por edhe sprej të ndryshëm nazal. Mirë po gjithmonë me rekomandim të mjekut, pra fillimisht vizitojeni te mjeku dhe çfarëdo agjent medikamentoz duhet përdoret vetëm me rekomandim mjekësor. Këto 3 këshilla që i përmendëm në shumicën e rasteve ndihmojnë në një menaxhim më të mirë të alergjive sezonale. E nëse je person që arrin me i menaxhu mirë alergjitë sezonale, apo person që nuk ke fare alergji sezonale, dihet se stina pranverës është një periudhë ideale për zhvillimin e aktiviteteve dhe shëtitjeve të ndryshme, sidomos jashtë pra në natyrë. E nëse i shohim bashk, pra nëse dëshiron që t'i shohim bashk 3 benefite shëndetësore që i ka shëtitja mbi shëndetin ton, atëherë ta shohim këtë video së bashku. Shikoj.